Betejë për lumin Vjosa ka qenë dhe vazhdon të jetë një model frymëzimi për shumë komunitete të tjera dhe jo vetëm për komunitete, por edhe për institucione, qeveri të tjera në gjithë Ballkanin. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk, ku sot ja kemi dedikuar mjedisit. Jo vetëm aspektit të mjedisit të pastër, por edhe për sa i përket reagimit të ngritjes së zërit në çaste kur mjedisi rrezikohet dhe shkatërrohet. Një zë i fuqishëm i cili ka reaguar ndër vite është Besiana Guri, të cilën sot unë e kam të ftuar, e cila është bërë bashkë me komunitetin për mbrojtjen e biodiversitetit, por edhe mbrojtjen e burimeve ujore. Besiana së fundmi ka krijuar edhe organizatën Lumi, lëvizja për ujërat, mjedisin dhe integrimin. Besiana, faleminderit që gjetët kohën dhe erdhe sot me ne. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Një nis në fakt një rrugtim i gjatë, pothuajse mbi një dekadë, nëse mund të kthehemi pas në kohë. Se si u bëre, domethënë, një formim nga një punonjëse sociale, por që e gjete veten edhe si aktiviste mjedisore. Si nisi ky rrugtimi juaj? Në fakt, unë vërtet kam studiuar shkenca sociale për punë sociale, por ende pa mbaruar mirë studimet, fillova të angazhohesha në projekte mjedisore. Dhe gjithmonë e kam pasur një lloj lidhje të veçantë me natyrën, me dëshirën për të qenë në natyrë dhe pastaj erdhi duke u rritur dhe dëshira për të bërë diçka për natyrën. Pra fillova të shikoja gjërat me syrin më kritik, jo vetëm romantik të shijuarit të natyrës, por të shikoj që ka vërtet nevojë që dikush të bëjë diçka dhe të angazhohet në çështjet mjedisore. Dhe më pas, unë u angazhova me projektin e Vjosës, fushatën për mbrojtjen e lumit Vjosa. Ishte një fushatë që nuk kishte filluar publikisht ende. Flitet tu për vitin 2014-13, kur unë ju bashkova ekipit që sapo krijoi në Shqipëri i Save the Blue Heart of Europe, që është një fushatë mbar ballkanike, e cila ka si qëllim mbrojtjen e lumenjve të Ballkanit nga hidrocentralet, dhe në Shqipëri Vjosa ishte lumi ose fokusi kryesor, le themi, i fushatës në atë kohë. Pasi ishin bërë studimet nga dy organizata ndërkombëtare, Riverwatch dhe Euronatur, të cilat kishin evidentuar gjendjen e lumenjve në Ballkan, duke i parë ato nga gjendja e tyre natyrore, hidromorfologjia e lumenjve. Një betejë gjatë në fakt për mbrojtjen e lumit Vjosa deri në vitin 2023, kur edhe u shpallë park kombëtar. Çfarë mësimi na jep ky rast dhe se si mund të ndikojë edhe për mbrojtjen e lumenjve të tjerë, pra për drejtësinë mjedisore që ne mund ta marrim si shembull pikërisht betejën për lumin Vjosa? Në fakt, betejë për lumin Vjosa ka qenë dhe vazhdon të jetë një model frymëzimi për shumë komunitete të tjera, dhe jo vetëm për komunitete, por edhe për institucione, qeveri të tjera në gjithë Ballkanin. Së pari, historia dhe puna jon e bërë me Vjosën ka treguar që këmbgulja shpërblehet, sepse në të vërtetë një betejë kaq e gjatë nuk mund të vazhdonte ndryshe nëse nuk do të kishte brenda pasionin dhe këmbguljen e vazhdueshme. Dhe më në fund u shpërblye me një kurorëzim të gjithë punës së bërë dhe të gjithë dedikimit të gjithë ekipit patjetër, me shpalljen e parkut kombëtar. Një model në fakt i rrallë, edhe një model i cili do të shërbejë shumë edhe për mbrojtjen e lumenjve të tjerë, sepse kemi të bëjmë me parkun e parë të një lumi të egër në gjithë Evropën. Pra Shqipëria pati fatin që kishte një nga lumenjtë e fundit që kishte mbetur natyror, pra i paprekur, dhe gjithashtu ta shpalli atë si një park kombëtar të një lumi të egër. Është një koncept pak ndryshe në krahasim me parqet kombëtare që ne jemi mësuar të shikojmë ose të mendojmë që janë zona malore, me pyje, ndoshta lumi është pjesë e parkut, por nuk është vetë lumi i parkut. Si keni parë nga ana tjetër edhe situatën e liçeneve, deteve, sidomos në kohë rreshjesh, por edhe të lumenjve, të cilët të mbulohen nga plastika. Dhe shpeshherë kjo vitin e fundit ndikoi, ndotja u shpërnda deri në Dubrovniku, Kroacia paralajmëroi dhe pa di për Shqipërinë. A e shikoni si një lloj keq menaxhimi apo mungesë monitorimi nga institucionet përgjegjëse? Çështja e mbetjeve në fakt është një nga pamjet më të shëmtuara që ne arrim ta shikojmë. Ndotja në lumenj është shumë më e madhe se ajo që duket. Sepse këtu kemi të bëjmë jo vetëm me ndotjen nga plastika, por kemi të bëjmë edhe me ndotjen e ujrave, nga ujrat e patrajtuara, nga kimikatet, pra nga industria.
kemi një sër problematikash kur flasim për ndotjen, por le të ndalojmë tek mbetjet, është një problem komplet i pasgjidhur që nga burimi deri tek menaxhimi. Pra, nuk kemi një kontroll ose një le të themi shtrëngim të prodhimit të plastikës. Pra, ne çdo gjë e paketojmë dhe prodhojmë të ambalazhuar me plastik, apo nuk kemi një kontrollim pra për të frenuar që në burim, por nuk është vetëm ky problemi, ky do të ishte zgjidhja. Problemi vazhdon të jetë plastikat që hidhen në anë të lumenjve, shpesh herë janë nga fshatrat, nga qytetet, sepse mungojnë landfillet, sepse mungon incinerimi, sepse mungon diferencimi ose marrja e mbetjeve. Po të ndaheshin që në burim do të kishim shumë më pak plastik që përfundonte në lumenj e më pas në det. Por ky është një mësim që na jepet ne që çdo gjë në mjedis, në natyrë është e lidhur. Pra çdo gjë është pjesë e një ekosistemi. Dhe nëse ne ndosim zonën ku ne jemi ose lumin ku ne jemi, ne nuk mund ta mendojmë që lumi do ta marrë, do ta largojë nga ne dhe pastaj të mos na interesoj se ku shkojnë mbetjet. Mbetjet shkojnë në det, shkojnë në shtetin fqinj, rrezikohet patjetër që të merren gjoba, rrezikohet reputacioni kaq i shumë trumbetuar i Shqipërisë si një destinacion turistik, por këto të dyja nuk mund të shkojnë bashkë. Në momentin që ne fokusohemi tek promovimi dhe nuk bëjmë diçka konkrete për ta zgjidhur këtë problem dhe shumë problematika të tjera, atëherë do të na kthehet një bumerang. Po, se nga njëra ne themi kemi një bum turistësh, kurse nga ana tjetër na paraqitet pikërisht ky imazh, i cili normalisht ndikon edhe në mjedisin e përditshëm ku ne jetojmë. Një punë e shpërblyer, një çmim i marr, çmimi Nobel për mjedisin. Si ishte për ju ky lloj vlerësimi pas gjithë këtyre viteve kontributit që ju keni dhënë qoftë në aspektin personal, por edhe profesional, dhe si ndikoi pastaj ndoshta një peshë për ta vijuar më tej misionin tuaj? Çmimi ishte një nga highlightet, pra një nga momentet më të rëndësishme të karrierës time, të punës time, por sigurisht edhe të jetës time. Pra jo vetëm nga ana profesionale, por është një vlerësim dhe një motivim personal për të vazhduar punën, gjithashtu siç thënë një përgjegjësi e shtuar, por nga ana tjetër është edhe një mbështetje e madhe që mua më jepet, duke më certifikuar, si të thuash, zërin tim që tashmë shumë e dinin që unë kisha këtë lloj angazhimi, por kjo vjen edhe, si thua, i ve vulën gjithë punës që ke bërë. Nuk është se unë patjetër do prisja çmimet që të shikoja punën që kisha bërë, por ama kur vlerësohesh me një çmim të tillë që është i rrallë, duhet ta themi, çmimi ishte për aktivizmin për Vjosën, për gjithë Europën. Pra ishte përzgjedhur në gjithë Europën, nga gjithë ato aktivistë që po bëjnë punë të mrekullueshme për mbrojtjen e natyrës në Europë, ti evidentohesh, dhe kjo është një krenari e madhe dhe një gëzim i madh, aq më tepër që pastaj edhe për Shqipërinë je i pari që e sjell në vendin tënd dhe nuk i dihet nëse do të vi prapë në Shqipëri. Pra është një gjë që, siç thonë anglisht, once in a lifetime, pra një herë ndodh. Edhe fati ishte që u shpërblye puna dhe isha unë pjesë e çmimit bashkë me kolegun Olsin, dhe e gjithë eksperienca ka qenë një eksperiencë e paharrueshme, që nga mënyra se si ti e merr vesh që je përzgjedhur për çmimin, që ti nuk e ke iden. Pra ka një ekip njerëzish që kanë parë punën, kanë vlerësuar deri tek vendimi dhe ty të vjen në formë surprize, dhe që tek ceremonia, tek mënyra se si organizohej atje në San Francisco ku ndahej çmimi, dhe patjetër dhe vëmendja që të jep vetë çmimi, vëmendja mediatike dhe mbështetja që vjen pas saj. Dhe në fakt për mua ka qenë dhe një shtysë për të vazhduar punën dhe ndoshta një hap, për të marrë një hap tjetër si një trampolin ku unë të themeloja dhe organizatën Lumi. Aty e pash se si unë, pa e kuptuar, isha kthyer në një model frymëzimi, në një model motivimi për gratë dhe vajza tjera, po edhe për aktivistë të tjerë mbar botën. Edhe e pash që vërtet puna që kisha bërë dhe zëri im kishte një peshë dhe mendova, okay, ndoshta është momenti që tani unë ta çoj më tej. Por krahas pasionit që ju keni në këtë profesion, keni edhe sfida, patjetër, vështirësi që ju hasni, cilat mund të, nëse na i rëndisni ato sfida që ju keni hasur gjatë këtyre viteve, pra që deri në një farë formë ua kanë vështirësuar punën. Në fakt të jesh një aktivist mjedisor në Shqipëri, një aktiviste
kur jetë vajzë ndonjëherë bëhet dhe pak më vështirë, por gjithsesi një ekip njerëzish që punon për mbrojtjen e mjedisit, gjithmonë je në një sfidë dhe shpeshherë e them je në një betejë me mullinë të erës, sepse je pak më i disavantazhuar, nuk e ke informacionin në kohë, nuk di se çfarë bëhet dhe ti gjendesh gjithmonë para faktit që këtu do të ndërtohet një hidrocentral ose këtu do të ndërtohet një resort i madh turistik dhe mbrapa këtyre projekteve ka forca të mëdha që duan ta shtyjnë para. Dhe ti po lufton, po kundërshton vendime qeverie dhe po lufton kundër zhvillimit të ashtu quajtur zhvillim dhe kundër kompanive të mëdha. Dhe që në fatkeqësisht shumë prej tyre kanë çuar deri në fund. I kanë krijuar ato hidrocentrale. Po, fatkeqësisht po, duhet thënë që gjatë dekadës së fundit shumë lumenj janë sakrifikuar, shumë hidrocentrale janë ndërtuar. Përmendim këtu Valbonën, Sallxhoçajin, pra ka shumë raste në Shqipëri që fatkeqësisht ne gjithë si shoqëri civile nuk ja kemi dalë që t'i ndalojmë. Por një sukses pati për Skavicën, të paktën reagimet e banorëve të zonës të aktivistëve mjedisor që e stopuan. Paktën për momentin projektin që do niste. Skavica duket për momentin e pushuar. Guri Bardh ka qenë një angazhim tjetër që edhe unë personalisht kam qenë angazhuar që falë kundërshtimit të banorëve kompania është tepur. Por momente të vështira janë patjetër kur ti sapo ke menduar që ke fituar diçka, për shembull kthehem në rastin e Vjosës, kur ne menduam që u anullua hidrocentrali Kalivaçit, ndërkohë u dha Poçemi. Pra ndërkohë që ne ishim të fokusuar tek puna për një nga hecet të mëdha, nga ana tjetër në përzyra po jepishin leje të tjera dhe aty janë momente të vështira në fakt që ti mendon edhe demoralizohesh edhe të duket sikur nuk mund t'ja dalësh dhe mund të kesh një moment ose një periudhë që të ulen energjit, baterit, por fatmirësisht patjetër pasioni, vendosmëria dhe mbështetja që ke nga kur je pjesë e një grupi të madh siç është Save the Blue Heart, ty të vjen natyrshëm që ti duhet patjetër ta çosh para këtë dhe duhet gjesh mënyra se si. Dhe gjatë gjithë kohës ndryshon strategji. Dhe kjo ka qenë ndoshta edhe një nga sfidat e mia personale dhe patjetër dhe të ekipit që unë duhet mendoja mënyra si të tërhiqja vëmendjen e medias, mënyra se si ta bënim çështjen atraktive për njerëzit, sepse nuk është e thjeshtë të kthesh një çështje mjedisore, një çështje që do të përqafohet nga gjithë publiku. Dhe kjo është goxha sfiduese dhe të merr shumë energji. Besoj keni pasur edhe mbështetjen e komunitetit, se është edhe ai një rëndësishëm në pjesën e vendimarrjeve. Për të ndalur pak tek pjesa e lejes, që ju përmendat pak më sipër, pra nga njëra anë ju ishit fokusuar në një projekt, por nga ana tjetër jepeshin projekte për lumenj të tjerë. Në fakt, në momentin që jepen këto leje, aftohen grupet e interesit, pra përfaqësuese edhe të mjedisit, aktivist mjedisor? Shpesh herë, për të mos thënë në të gjitha rastet, dëgjesat publike janë një farsë. Çfarë do thot? Aty nuk marrin pjesë as banorët të prekur, dhe as ekspertët e interesuar apo shoqëria civile. Në shumë raste që unë i kam parë gjatë punës prej kaq vitesh, dëgjesat janë me 10-15 individ që kanë nënshkruar një dëgjesë dhe nuk janë as pak njerëzit e interesuar ose ata që preken. Në rastin e Poçemit për shembull, kjo ka qenë një nga pikat e forta në procesin gjyqësor. Kur ishte rasti i parë që një çështje mjedisore çoi në gjykatë dhe u fitua, në atë kohë bashkë me banorët kanë qenë 38 banor, asnjëri prej cilëve nuk ishin qenë pjesë të dëgjesës publike. Dhe në atë proces gjyqësor u vërtetua me shkresa nga bashkitë që asnjë prej personave që kishte nënshkruar nuk ishte as banor ose nuk rezultonte në regjistrat e bashkive. Pra dhe kjo gjë ka ndodhur rëndom, kanë nënshkruar njerëz që nuk jetojnë më, minoren, pra është kthyer në një dokument sa për të bërë çek, edhe kjo pastaj patjetër që ka shkaktuar indinjat tek komunitetet, ka shkaktuar pakënaqësi, protesta të pafundme, edhe në rastin e Vjosës ne kemi qenë me komunitetet pranë që nga fillimi dhe ata nuk e kishin idenë se çfarë bëhej. Kishin dëgjuar për disa plane për hidrocentrale që flitej shumë vite më përpara, por nuk e dinin që ishin nënshkruar kontrata. Si ishte prezantuar as ndonjë projekt? As pak. Edhe kjo është ajo që
Shpeshherë i vë njerëzit me shpatulla mbas murit, sepse kanë shumë vështirë pastaj S'kan ta informacion. zhbëjnë një projekt që është nënshkruar dhe ligjërisht e kanë më të vështirë. Sa e rëndësishme është edhe pasqyrimi mediatik, sepse në rastet kemi parë kur media aty është e pranishme, sikur merr më shumë vëmendje rasti edhe sikur edhe kjo pjesa e projekteve për momentin të paktën ndalojnë. A është e rëndësishme pra bashkëpunimi që ju keni nisma që ju ndërmerrni të keni qoftë edhe me institucionet, por edhe në këtë rast edhe me pjesën e medias? Në rastin e aktivizmit, media është një nga aleatët më të fuqishëm, do thoja, dhe aleatët kryesor të çështjeve të kauzave, sepse shpesh herë zëri nuk përçohet dhe nuk amplifikohet aq sa duhet, dhe media është ajo që e bën të mundur. Në ditët e sotme është bërë pak e vështirë, po flas këtu në përgjithësi, që mediat të mbulojnë çështje mjedisore, sepse ndoshta nuk kanë atë fokusin e dur, ose shpeshherë janë dhe interesa të ndryshme që përfshihen aty. Por paktën në eksperiencën e Vjosës ka pas një interes shumë të shtuar nga media, por ajo që e ka ndryshuar si thuar situatën ka qenë raportimi ndërkombëtar. Dhe kjo vërtet i ka shtuar pesh gjithë çështjes Vjosës dhe sigurisht ka rritur dhe interesin e medias vendase. Dhe tashmë ka gazetarë që e ndjekin në vazhdimsi, pra nuk janë gazetarë që raportojnë një ngjarje sporadikisht, por e ndjekin dhe duan të shohin. Tani kemi një park kombëtar, çfarë po bëhet me planin e menaxhimit, çfarë po bëhet me zbatimin në terren. Dhe kjo është një arritje goxha e madhe patjetër për Vjosën, por për mjedisin në përgjithësi, që ndoshta po themi ka filluar që të shikojmë dhe gazetarë që duan të profilizohen në mjedis. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për ne si aktivist. Sepse shpesh herë gazetarët duke mbuluar shumë tema, mund ta kenë dhe të vështirë që t'i mbulojnë çështjet mjedisore. Në momentin që ata e shohin me interes dhe profilizohen, patjetër që çështjet mjedisore do ta kenë pak më të lehtë për të pasur vizibilitet. Sidomos angazhimet e komuniteteve, ato janë që kanë edhe më shumë nevojë për median, sepse shpesh herë janë në zona të thella, që nuk ka as shteti nuk ka vendor, domethënë edhe për të shkuar atje mund të jetë vështirë, dhe media është ajo që mund t'i ndihmojë sadopak që zëri i tyre të dëgjohet. Për të kaluar tek Qendra Lumi, organizata që ju keni krijuar këtë vit, pra në 2025-ën, cilat janë objektivat dhe qëllimet dhe sa e vështirë është për organizatat e reja, pra që të hyjnë në treg, themi? Po, Qendra Lumi është sërish një nisëm që shkon në profilin tim, është një organizatë mjedisore. Në fokus të saj ka mbrojtjen e lumenjve, ujrave në tërësi, mjedisit në tërësi dhe angazhimin e të rinjve dhe grave. Ka një fokus pak më të shtuar tek gratë në çështjet e mjedisit, dhe një nga projektet që unë po bëj rishtazi është River Women, është një fushat ndërgjegjësuese që ka disa komponent që synon të sjell pak motivim, pak ndërgjegjësim për rolin që kanë gratë dhe vajzat në mbrojtjen e lumenjve. Aty kam sjell projekte që janë zhvilluar dhe kanë qenë suksesshme në gjithë botën për të sjell pranë dhe për të nxitur një lëvizje ndoshta pak më ndryshe dhe për t'i dhënë atë fokusin e dur grave që janë të shumta në fakt në angazhimin e tyre, dhe do doja që ta nxisja pak më shumë edhe në Shqipëri, patjetër këtë si gjë. Por ndër të tjera, edukimi mjedisor vazhdon të jetë një temë e organizatës, dhe shpresojmë që edhe me lumenj të tjerë të bëjmë diçka të bukur dhe të kemi rezultate të mira siç kemi pasur me Vjosën. Pra, angazhimi me fokus kryesisht të gratë, besoj që është kjo risia që ju keni sjell që e bën të ndryshe nga organizatat e tjera mjedisore, qoftë në Shqipëri, por ndoshta edhe në vendet e rajonit. Një projekt nismë që ju keni marrë është edhe EduKids. Sa i rëndësishëm në fakt është edukimi mjedisor që nga fëmijët dhe të rinjt për të ardhmen, për ta përcjellë më pas edhe tek brezat? Po, EduKids në fakt është komplet një iniciativë e organizatës, por që është edhe projekti që mua më sjell më afër dhe me profesionin, sepse unë duke qenë punojëse sociale me profil,
punën me fëmijët e kam pasur gjithmonë pranë zemrës dhe besoj që edukimi mjedisor është shumë i rëndësishëm, shpeshherë është i nënvlerësuar nga organizatat, shpeshherë nuk ka projekte të mirëfillta qoftë edhe nga donatorët, nuk mbështetet sa duhet, por mendoj që kjo është pika kyçe ku ne të gjithë duhet të fokusohemi, sepse vërtet institucionet, organizatat duhet merren dhe me çështjet aktuale, por mos harrojmë që fëmijët janë ata që do të jenë ruajtësit e ardhshëm. Nëse ne i edukojmë që në vegjëli me dashurinë për natyrën, me njohjen, pra të arrin ta njohin natyrën dhe të kuptojnë se si funksionojnë proceset natyrore dhe se si janë të lidhur çdo veprim që njerëzit bëjnë me pasojat në mjedis, do ta kemi shumë të vështirë që në të ardhmen ata vërtet të marrin vendimet e duhura për mjedisin, sepse ata do të jenë vendimarrësit e duhur. Dhe nëse ne pas disa vitesh nuk do të jemi këto aktivistët që jemi sot, duhet patjetër që të pasohet, pra duhet të ketë breza që vinë dhe janë të ndërgjegjësuar. Aq më tepër në kohën kur teknologjia po mbizotron, shkëputja nga natyra është shumë më e madhe se sa brezat, paktën mosha ime, ne mbajmë mend fëmijëri shumë të lidhur në natyrë, ndërsa fëmijët sot kanë një shkëputje shumë të madhe me natyrën. Edhe fal betonizimit. Për shkak të, sidomos fëmijët që jetojnë në Tiranë, po tham Tiranën, kemi thënë më shumë se gjysmën e Shqipërisë, dhe e kanë të pamundur vërtet që të kenë një kontakt me natyrën, duke qenë pa parqe, pa ambiente rekreative me bazë natyrën në qytet ose afër qytetit, detyrimisht duke qenë larg, nuk do t'ja dinë as rëndësinë, as nuk do ta kuptojnë natyrën. Dhe prandaj them që është shumë e rëndësishme puna me fëmijët, është një gjë që unë e kam bërë prej vitesh edhe me bazë vullnetare dhe vazhdoj ta bëj. Dhe aktivitetin e parë, në fakt, e kam bërë në klasën e vajzës time. Në 8 vjeçar apo? Në klasë të dytë. Klasë të dytë, në fillore. Po si ndihen në fakt gratë, por edhe tek rinjt, kur në fal projekteve tuaja, zëri i tyre mund të ketë peshë pra në ndikim edhe në vendimarrje. Gratë dhe të rinjt shpeshherë nuk e kuptojnë peshën që duhet të ketë zëri ose mendimi i tyre. Kur flasim për gratë, unë nuk do të bëj diskutim genderi, sepse nuk është kjo. Por nëse shkojmë në zona rurale, unë e kam parë atë prej vitesh. Gratë janë shumë më inekzistente, komplet transparente, do të thënë nuk janë aty. Në çdo dëgjes publike, në çdo takim me komunitetin, gratë nuk janë aty. Dhe kjo gjë ndodh rëndom në zonat rurale, por jo vetëm, edhe në qytete të vogla, do thoja. Dhe çfarë ndodh? Ne nuk e dim asnjëherë se çfarë mendojnë ato gra. Po nga ana tjetër, kur kemi rastin që gratë i kemi të angazhuara, ne shikojmë që sjellin një perspektivë shumë më ndryshe se burrat. Jo se burrat nuk bëjnë, burrat bëjnë shumë për lumenjt, shumë për natyrën, ka burra shumë trima që sy pa trembur kur vjen puna tek për të ruajtur territorin dhe për të ruajtur mjedisin, por gratë shpeshherë edhe me butësinë që kanë, edhe me atë dashurinë për jetën, sepse ne e dim shumë mirë që gratë janë ato që sjellin jetën dhe natyra këtë ka si lidhje. Natyra rigjeneron jetën, gratë rigjenerojnë njeriun. Dhe në mënyrë të pandërgjeshme ka një lidhje këtu që ndonjëherë harrohet. Sa e rëndësishëm është edhe bashkëpunimi mes organizatave, institucioneve, pjesës mediave që përmendëm për të arritur iniciativat që ju keni ndërmarrë? Bashkëpunimi me institucionet është shumë i rëndësishëm, por është ndër më të vështirit, të thoja, sepse shpeshherë institucionet janë pak të mbyllura, ndoshta kanë frikë nga kriticizmi i organizatave, kanë frikë nga aktivizmi, ose duan ta bëjnë pak më të thjesht punën e tyre, nuk e di, vërtet si kam hyrë, por mendoj që është pak e vështirë, por është shumë e rëndësishme sepse nëse arrihet një formë bashkëpunimi, diskutimi dhe debati do të jetë konstruktiv, sepse ne do të sjellim argumentet tonë, institucionet do kenë mundësinë që ta dëgjojnë argumentin në kohën e duhur. Momentin që nuk ka një bashkëpunim që nga fillimi është pak e vështirë. Në rastin e Vjosës, për shembull doja ta sjellja si shembull, për shumë vite ne kemi tentuar që të kemi komunikim me çdo ministër apo çdo drejtues që ka qenë gjatë këtyre viteve, nuk ka arritur të bëhet
një komunikim i mirë. Deri në momentin kur u bë ai memorandumi, pra që u arrit që vërtet tani ne bashkë do të punojmë për ta shpallë vjosën park kombëtar. Ishte një Pra proces. deri ku imponuar. Po, erdhi nga kushtet, nga patjetër dhe nga vullneti, sepse po mos tjetë vullneti politik, këto gjëra nuk bëhen. Por u deshën edhe shumë vite. Shumë vite, u desh shumë presion i gjithanshëm. Ndërkombëtar, publik dhe jo vetëm. Por erdhi patjetër dhe me një mbështetje, sepse në rastin e Vjosës ne patëm një mbështetje edhe financiare nga Patagonia, që luajti dhe rolin e ndërmjetësit. Pra erdhën gjitha kushtet që u arrit ky bashkëpunim. Dhe një proces që në fakt në përgjithësi do ta quaj një proces shumë i mirë. Pra ne ishim pjesë e procesit, morëm pjesë në takimet e ekspertëve, në pjesën e planifikimit, patëm mundësi që të ngrenim çështje të rëndësishme që duhet të parashikoheshin në plan të menaxhimit, pra tregoj që mund të bashkëpunohet kur ka një vullnet të mirë. Dhe një pyetje fundit, cilat janë objektivat në 5 vjeçarin e fundit, si e keni menduar të qendrës Lumi, dhe për të gjithë ato që na ndjekin edhe një mesazh se çfarë ne duhet të bëjmë në fakt që ta mbrojmë këtë mjedis, ta mbajmë më të pastër, më të gjelbër, për ta trashëguar normalisht edhe ndërbreza. Qendra Lumi ka objektivin kryesor të punojë në këto drejtimet që ne kemi për të mbrojtur burimet ujore dhe mjedisin në Shqipëri, por fokus të veçantë në angazhimin e grave, dhe në 5 vitet e ardhshme mendojmë që do të kemi një grupim grash në mjedis, i cili do të jetë jo vetëm në nivel kombëtar, por do të jetë në nivel ballkanik. Dhe ky është fokusi kryesor, dhe së dyti do të kemi, ose